Gjuha e huaj është i pari provimi i cili nis matura shtetërore 2025. Një ditë para provimit, Ministri e Arsimit dhe Sportit Ogerta Manasreliu ka publikuar në faqen e saj zyrtare në Facebook rregullat që duhet të ketë në vëmendje çdo maturant para dhe gjatë zhvillimit të testimit. Rregullat parashikojnë që maturantët të paraqiten në ambientet e shkollës në orën 8:30 minuta, të veshur me uniformë, të pajisur me mjetin e identifikimit, karta ID ose pasaport. Ora 10 shënon nisjen zyrtarisht të provimit të parë dhe do të zgjas plot 2 orë 30 minuta, orar i cili duhet të respektohet deri në fund nga maturanti. Pjesë e rregullit janë edhe detaje të tjera si përdorimi i sirolapsit me një ngjyrë, firmosja e testit me marrje në dorësim. Ndalimi rrethptësisht i telefonave dhe orave smart do të sigurojë një mbarvajtje të procesit, e cili do të zhvillohet në mbi 140 shkolla në vend, me angazhimin e më shumë se 640 mësuesve, të cilët do të merren me korrigjimin e testeve. Për fillimit të këtij viti, maturantët kanë punuar për përsëritjen e të gjitha njohurive dhe koncepteve të reja të marra në 3 vitet e gjimnazit, për që gati më 3 qershor, kur dhe nisin provimet e maturës shtetërore. Më herët Ministri i Arsimit Ogerta Manasreliu theksoi se fondi i pyetjeve është riorganizuar, se edhe këtë vit do të ketë teste të personalizuara për maturantët të cilët janë me aftësi speciale. Matura shtetërore do të vijojë me provimin e gjuhës shqipe dhe letërsisë më 10 qershor, ndjekur nga matematika më datë 17, për tu përmbyllur më 24 qershor nga lëndët me zgjedhje.